Në Tetov ka shumë semafor të prishur, mos funksionimi i tyre, por edhe mungesa e sinjalistikës rrugore bën që shpesh shoferët të pësojnë aksidente ose të gjobiten. Inxhinieri i komunikacionit Blerim Neimi ka vërejtur raste kur semafori nuk është i rregulluar siç duhet. Për shembull, është i gjelbër edhe për këmbësorët dhe njëkohësisht edhe për njërën kursi të makinave. Mungesa e funksionimit të semaforëve apo mungesa e sinjalistikës faktikisht bën një çoroditje tek vozitësit. Ata nuk mund të orientohen, nuk kanë instruksione të duhura, kështu që për të rënë në kurthin e Safe City janë më të shumta. Për të funksionuar Safe City është shumë normale që duhet të ketë sinjalizim adekuat, sinjalistika horizontale, vertikale, por gjithashtu vlen të ceket edhe fazat dhe ciklet e semaforëve për arsye se nuk janë në rregull. Shpeshherë ato dalin nga faza, nga cikli, njëjtën kohë kemi kalimin e këmbësorëve në të gjelbër, po ashtu edhe ndonjë kaj automjetit në anë gjath apo të majt që i bie të kalojë në semafor të gjelbërt. Për të përmirësuar gjendjen me semaforët, komuna e Tetovës pati shpallur tender, i cili tashmë është mbyllur. Zëdhënësia e komunës na tha që presin që me përmirësimin e sinjalistikës ndriçuese të përmirësohet siguria në trafik. Kontraktuesi tashmë ka bërë porosin për ndërimin e semaforave me modele më të reja dhe më moderne. Në disa prej semaforëve do të ndryshohet edhe cikli i funksionimit, nga sistemi 2 fazor do të kalojë në atë 3 fazor, me qëllim rritjen e sigurisë dhe përmirësimit të qarkullimit. Po ashtu do të vendosen edhe semafora të rinj edhe në disa pozicione tjera të reja. Tenderi për rregullimin e semaforëve do të kushtojë rreth 200.000 euro. Komuna ka ndarë edhe 45.000 euro për sinjalizimin vertikal, i cili pritet të zëvendësohet në gjithë qytetin.